Vetbesimi është baza e të mësuarit. Thash ma herët, fëmijët vetëm nëse ndjehen fillimisht të sigurt dhe kanë vetbesim, munden me mësu. Këto që përshim në gjitha janë disa projekte të nxënësve të shkollës fillore. Këto në klasa parë dhe parashkollor, të cilat janë ekspozuar në panairin e shkencës dhe inovacionit që bëhet çdo vit në shkollën tonë. Vetbesimi është baza e të mësuarit. Thash ma herët, fëmijët vetëm nëse ndjehen fillimisht të sigurt dhe kanë vetbesim, munden me mësu. Për neve kjo është shumë e rëndësishme. Na ndërtojmë një mjedis pozitiv në shkollë. Nëse shiqen edhe te aspekti i bullizmit për shembull dhe aspekti i mirëqenies fëmijëve. Na përdorim një model finlandez, Kivo, i cili i fuqizon vetë fëmijët për të qenë ndërmjetës ose mediator që mi parandalu konfliktet e jo me zgjidh problemet post-konfliktoze. Kjo e para. E dyta, një mjedis ku secili respektohet. Ku fëmija respektohet, arsimtari respektohet, punonjësit e shkollës respektohen edhe krijohet një mjedis pozitiv, pa ngarkesa, cilët pastaj reflektojnë normalisht edhe në suksesin e nxënësve. Kjo është një prej klasave, tash do t'i shkojmë këto në klasat fillore. Klasat tona janë ne i themi active learning classrooms. Klasa mësimit aktiv ku tavolinat munden me lëviz gjatë ditës, ndrojnë format, varësisht se çka bëjnë nxënësat. Kjo për shembull është vendos tash se në formë të, po themi, se ka edhe një rutinë, por nëse shohim klasë tjera janë ndryshe. Secila klasë pastaj ka edhe një mini amfiteatër, ma vonë sjellim edhe si sofa në secilën klasë, në mënyrë që fëmijët të ndrojnë formën e të ulurit të tyre, për shkak se është shumë e rëndësishme që ata ndihen sa më komod. Mësimi me nxënësin e qendër nënkupton që ne i përshtatemi mënyrës se si fëmia mëson e jo fëmia na përshtaten neve. Na i përshtasim klasën, format të ulurit, disa fëmijë për shembull kanë qef me mësu shtrit. Nuk munden me nejt ulën edhe me mësu ulën. Disa fëmijë kanë qef me mësu vetëm në grupe. Disa fëmijë janë shumë ma individual. Unë për shembull që kom has me një shkollë tradicionale të Kosovës. Unë jam qenë si fëmijë hiperaktiv. Edhe lëvizjet e mia të shpeshta më kanë bërë herë me mëçit për orës. Po, normalisht. Plani individual i mësimit është baza e çdo gjëje. Për shkak se sot përmes inteligjencës artificiale kemi mundësi shumë më tepër me ofru mësim të përshtatur ose adaptive learning, mësim të personalizuar ku inteligjenca artificiale, domethënë chatboti, e të kupton personalisht ty edhe ta përshtat formën e të mësuarit. Ato e përdorim na normalisht si mbështetje, po baza janë mësimdhënësit e fortë. Ne kemi jemi shumë krenar që mësimdhënësit tanë janë mësimdhënësit absolutisht më të mirë, ndoshta jo vetëm Kosovë, po edhe në rajon dhe më gjerë, për atë arsye dhe kemi arrit me këto që po thuan është edhe që është 100% qëllimi, fokusi ndaj nxënësave. Absolutisht, domethënë nxënësi në qendër është fokusi jon.